Të nderuar deputet, të nderuar kryeministër. Legjislatura e 10 e Kuvendit të Kosovës ishte funksionale fiks 1 muaj nga konstituimi. Kjo për shkak se tashmë nga dje deri më 31 mars gjykata kushtetuese përmes masës së përkohshme ka pezulluar punën e legjislativit. Masa e përkohshme erdhi pas ankesës së kryeministrit Albin Kurti ndaj dekretit të presidentës për shpërndarjen e kuvendit. E sipas Institutit të Kosovës për drejtësi, në mungesë të kuvendit funksional rrezikohet të bllokohen një numër i madh nismash ligjore e të mbesin institucione të pakompletuara. Kemi rastin e zgjedhjes së anëtarëve të gjykatës kushtetuese, ku e pam që konkursi vetë është hapë mirë, ose procedurat vetë janë filluar mirë, po thjesht kjo çështje ka mbetë pa përfunduar tashmë me pezullimin e punës së kuvendit apo me shpërndarjen realisht të kuvendit nga presidenti Osmani dhe me pezullimin me masë të përkohshme nga gjykata kushtetuese, po ashtu e kemi edhe çështjen e anëtarit të Këshillit Prokuroriale, po ashtu të anëtarëve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Kulçi thot se kriza thellohet me që kuvendi për një kohë të gjatë ishte jo funksional për shkak të problemeve gjatë vitit të kaluar me moskonstituimin e tij. Pasojat janë jashtëzakonisht të rënda dhe se vazhdojnë të jenë shumica prej atyre pasojave në të cilat jemi përballur edhe në problemin e konstituimit të kuvendit në atë kohë, për arsye që me kalimin e kohës punët të cilat kanë qenë për të kryer nga kuvendi ato nuk kryhen dhe se kriza thellohet. Krizat e një pasnjëshme që u ballafaqua Kosova në vitet e fundit sipas ish ambasadorit Blerim Cana indikojnë edhe në marrëdhëniet ndërkombëtare. Natyrisht që për Kosovën janë të jetë rëndësishme, sidomos tash kur po i shohim këto ndryshimet e egra gjeopolitike, na duhet rreshtimi i duhur. Por në anën tjetër ne po e vrejmë që kemi edhe probleme ideologjike edhe në kontekstin e rreshtimit. Deputetët për 2 vjetët në VM ishte e parapartë të trajtonin 174 projekt ligje. Gjatë vitit 2025 kuvendi ishte pothuajse jo funksional për shkak të moskonstituimit të tij.